ndër tjera, pra tash e gjeta një prej deklaratave të kryetarit Totaj, kur e kum pyet për rivalet, ka qenë që flasin gjëra pa ushtalle, nuk i shoh si rival serioz, por as nuk i nënçmoj. Pra kjo ka qenë deklarata e atij emisioni që pastaj u komentua në rrjetet sociale, po që ishte për rivalet, duke ju akuzuar shpesh që flisni për projekte që veç janë realizuar, siç ishte ajo për turnirin në shkollë ose kështu diçka, nëse po mbaj mend. E kam dëgjuar, e kam parë edhe atë pjesë që ka thonë emisionin tuaj. Ai veç ka vërtetu faktin që ai vetë s'është në ngjarje. Unë kam folur për këtë diçka tjetër. Unë kam folur për sportin si aktivitet jashtëmësimor në shkolla. Jo për klube rajonale, liga rajonale, çfarëdo që ka folaj. Pra këtë diçka tjetër. Ne e shohim sportin, futbollin dhe basketbollin, si një mundësi që fëmijët tanë ta gëzojnë si aktivitet jashtëmësimor dhe të ndahen nga këto telefonat, smartphone që tashmë janë bërë, po pra, mu socializu e që pastaj arsimtarët e edukatave fizike ta kenë mundësinë të identifikojnë dikë sipas shkatësive të veta, nëse ka prirje për një sport të caktuar dhe ta dërgojnë pastaj klubeve të caktuara, të cilat komuna do t'i subvencionoj vetëm u marrë me ata fëmijë që mos të humbin talentin për shkak të neglizhencës ose pamundësisë që prindi me pagu. Okej. Artan, pra, ke folur për turizmin, për ofertën tuaj për turizmin, për trajtimin e lagjeve, për projektin se ju si që shihni lagjet, pra në tërësi që oferta ju është për secilin lagje, pastaj që është qyteti 15 minutësh, 3 parkingje nën toksore, po ashtu janë pjesë e ofertës tuaj elektorale. Nëse nuk ke diçka tjetër, pra te pjesa e premtimeve, kisha më dash me dal tek rival tuaj e pastaj mi komentojmë. Kam edhe një projekt, është një projekt tjetër kapital përveç parkingjeve, është tuneli Dardani-Reçan. Jo prej arsyeve që kalon në Reçan. Është pjesa ITP-s që do thot ish baza e KFOR-it. E shkurton rrugën kjo shumë? Kjo përveç që e shkurton rrugën ka edhe një funksion tjetër. E çliron nga tensioni komunikacionin që aktualisht e ka në atë pjesë, po. Për me shku në Prevall ose në Reçan, ti duhesh të futesh në qendër të qytetit, pastaj të shkon në Ralin, Marash, edhe të vazhdosh drejt Reçanit, sepse s'ka asnjë rrugë alternative. Zgjidhja vetme, sipas ekspertëve, është një tunel i tillë që vazhdon prej ITP-s 1.2 kilometra. S'është më gjatë se kaq, 1.2. 1.2 kilometra është, sipas vlerësimit të ekspertëve, dhe ja këtu ku vazhdon tek lidhja drejt rrugës Prizren-Reçan. Besoni, sipas analizave që i kam bërë ekspertët e komunikacionit, deri në 40% mund të reduktohet qarkullimi automjeteve vetëm me këtë projekt. Shkak se në fakt ka plot qytete tjera që edhe në Brezovic që shkojnë, kalojnë pikërisht ka ajo rrugë. Po. Peja, Gjakova, Rahoveci, gjithat ne, shumica kalojnë rrugës Moshme. Edhe ky do të jetë një nga premtimet tona kapitale, një projekt që do ta zgjidh në plan afat gjatë këtë problematik dhe kostoja e këtij tuneli dhe një rrugë që lidhet pastaj me daljet e autostradës, ka vlerën dhe shifrën diku 30 milion euro, e që këtë do të tentoj që ta bëj si bashkëfinancim me qeverinë qendrore, për çka ka marrë dhe mbështetjen e zotit Kurti. Për këtë projekt? Për këtë projekt, i cili është domosdoshmëri, Këto 3 projekte, përgjithsisht plani i Prizreni 365 është plan shumë i realizueshëm. Është plan i cili nuk ka kosto të mëdha. Këto 2 projekte, 3 projekte në realitet i kam edhe qendrën e panajireve, harrova me përmend. Këto 3 projekte janë në kosto pak më të mëdha, e që po besoj do t'ja japim Prizrenit atë çka ne dëshirojmë, potencialin edhe për zhvillim ekonomik, edhe reduktimin e komunikacionit dhe krijimin e vetë parkingjeve të reja. Okej. Ishte interesant, bje nëse nuk apo, se para 2 ditësh, pra zakonisht Prizreni, pra gara në Prizren nuk fitohet edhe pa bashkëqytetarët tonë të komuniteteve tjera, e që janë
një pjesë shumë e rëndësishme në Prizren, ndodhen disa koalicione mes Totajt, për kryetarit Totajt, për shembull dhe ai i partisë së Duda Balje, për ndër tjera. Pra ishte një koalicion që zakonisht ka ndodhur në balotazh, koalicioni ndodhi tani. Çka më dosh një mendim tuaj për që nuk është të zakonshme për Prizren. Pra zakonisht ndodhin balotazh, tash e patëm një pozicion të partisë së Duda Balje pro zotit Totaj. Unë mendoj që veprimi i Duda Baljes ka të bëjë ndoshta me hidhnimin e saj, që është i paarsyeshëm, kuptohet, rreth temave të nivelit qendror. Siç e tha ti, është pak jo racional, për shkak se nuk bën. Thash jo i zakonshëm. Po dhe jo racional. Koalicionet në zgjedhjet lokale zakonisht bëhen marrëveshjet politike pas raundit të parë ku secili subjekt e sheh sa ka fuqinë e vet. Nuk e kuptoj, nuk e kam kuptuar realisht këtë veprim të saj, por nuk është ndonjë sekret që subjekti që përfaqëson ajo është jo tërësisht jo relevant edhe në komunitetin bosnjak e lërë më në Prizrenin e Madh, kështu. Nuk kam çka të komentoj më ndryshe. Okej, po do mi komentu kryetar. Pra, nëse shohim profilin e zotit Totaj, pra një kryetar që shkon me bicikletë punë, që ka qenë drejtor i ATK-s për vite, pra që duket modest, e kështu me radhë, pra qytetar e tjerë. Pra është një profil i një kryetarit atipik për qytetet e tjera. Pra është ky i Totajt. Cili është profili juaj për Totajn? Profilin tim e njohin qytetarët të Prizrenit. Jo profili juaj, pra profilin e ju që ja bëni Totajt. Po kështu. Unë do të isha me të vërtet të ishte kështu zoti Totaj, siç po përshkruani ju, po edhe përshkrimi ju të bazohet te reflektimi që ky i ka bërë vetvetes. Thotë se e përdor bicikletën. Mirë, po vendimi i tij si kryetar komune i parë, a din cili ka qenë? Mi ble vetur vetës 00 me parat e komunës. Diçka nuk është në rregull këtu. Nëse ti e ke bicikletën si mjet kryesor për me shku në punë dhe në përditshmëri të lumt, je shembull i mirë, po çysh arsyeton ti si sa një parë çka ke bëu si kryetar komunë është mi ble vetit kerr. Ka pas komuna kerr. Me ardhmë bicikëll. Po tash po në rregull, po ka komuna kerr, po është fjala për diçka të rre, kështu 00. Prandaj nuk e di se sa ka të sinqert këtë pjesën e tij. Ka premtuar shumë ky Leo. Ky ka premtuar shumë. Ky ka premtuar për shembull në një projekt parkingut nën toksor në pjesën e parkut të qytetit me 711 vend parkingje. Edhe disa e ka bërë mas 4 vjetë. Veç një. Për veti, ku e parkon veturën zyrtare të drejtoria e financave. Këtë qytetarët e Prizrenit e din. Pra, pak të kjo pjesa e se si mundohet mu reflektu, si modest, mund t'i diskutojmë, po mu nuk më do këtë e sinqerë, sepse nuk është ashtu. Okej. Drejton Selmoni, kandidati i LDK-s për kryetar të Prizrenit. Unë e kom thonë shpesh me Dritonin, kemi dallimet tona. Kemi pas shpesh edhe këto polemikat në kuvend Kosovës, dallimet politike, ideologjike, kemi shumë theksume. Po të njëjtën kohë kom pas rastin me punu në Komision për Legjislacion. Dritoni është jurist i zoti. Ka marrë pjesë në shumë grupe punuese, ka hartu ligje që sot aktualisht janë fuqi. Edhe unë është punëtor, edhe këtu është arsye pse e respektoj, këtu bëron respekti jam për to. E kom theksu edhe disa herë, por se jemi parti të ndryshme, unë synoj me fitu garën, edhe jemi ta quajmë kështu rival ose kundërshtar politik në garë. Këtë normale. Besnik Krasniqi AK-s. Besniku është një figurë e re, kështu politike në Prizren, ka vullnet e shoh, mu marrë me çështje politike atje, ka vullnet mu angazhu në dobi të komunitetit dhe mbetet për mu pa pjesa tjetër. Nuk është se një shumë njerë kam qëndru me të, kam pi kafe. Ju dëshiroj sukses atij. Albulena Balaj Halimaj. Ndryshe, zonja Balaj ka qenë pashtu zëvendës kryeministre, si drejton Selmoni në qeverinë e Abdullahotit. Po, edhe me zonjën Albulena, kështu njifëmi, kemi qenë në shkollë mesme një gjenerat bashkë. Kemi dallimet tona, sidomos tek ajo pjesa e në atë kohë të qeverisë që ka përfaqësuar, tek pjesa dallimet e mëdha tek
vizita në Washington, që ishte atëherë e madhe ajo. Por Salbulena është një zonjë e cila ka një profil të qartë, edhe intelektual, ka një guxim, edhe unë kam vlerësime pozitive. Do thotë, unë kam vlerësime pozitive. Kjo është, do thotë. Besoni që do të ketë balotazh në Prizren? Prizren ka balotazh. Prizren çdo herë do të ketë balotazh për shkak të minoriteteve, forcës së këtij partive politike. Prizreni është shumë specifik. Gjithsesi do të ketë balotazh dhe në balotazh unë kësaj radhe besoj që do të jemi suksesshëm. Përballë? Natyrisht përballë tot ai.